Okej, ja ku erdhim, po. Nisim tashmë siparin e paneleve për ditën e sotme dhe ku ka verë pa ditur i qikë se si do t'jetë horoskopi i shenjave, se kush është shenja që do t'a djegë këtë verë, që do jetë mbretresha e kësaj vere, ose kur janë ato shenja që do t'a kenë mendjen tek puna, por flasim pak edhe me të ftuarit e panelit se sa besojmë ne tek horoskopi, sa besojnë ata, sa i gjykojnë njerëzit bazuar te shenja e horoskopit. Dhe kemi një panel shumë të lezetshëm dhe mbi të gjitha, nuk më mungonte dhe në fund sezonit, ashtu si dhe në nisje të këtij sezoni, astrologu Zgen Dauti. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Se u riktheva. Dhe njëkohësisht Armela Shabi, super gazetare moderatore, mirë se erdhe. Dhe Pavli Brozi, komplet jashtë skenarit temës së fushës. Mirëmëngjes, mirë se provojmë herë dhe kështu. Se mos ju dej në gjë. Tam ta shohim herë se si sheh një nutricionist horoskopit. E parë njëherë Zgen do na bësh ti një plan përgjithshëm se si do t'jetë vera. Për që ka nisur vera, këtë ne kemi vënë që një qershor, me të drejtën. Ju heci qershori, apo me shumë shpenzime? Neve... Le të themi. Me shpenzime, me të drejtën, iku cigrop. Ishte pak i vështirë. Derisa hyri gaforja, pastaj... Po, deri në shimet për mirë. Kemi ardhur në fazën ku jemi në periudhën e Luanit, ka hyrë Jupiteri në Luan, viti i tyre, pra janë shenja kryesore që mbizotrojnë këtë verë. Ato mbizotrojnë si për mirë, si për keq, se po nuk krijohen pak drama Luanët, nuk shtyhet, kështu që është një e keqe e domosdoshme, por kryesojnë shenjat e zjarrit, Dashi, Luani dhe Shigjetari për ecuri dhe zhvillim të përgjithshëm, sepse Jupiteri sjell atë bollëkun në gjën që ti kërkon. Nëse ti kërkon bollëk në shkollë, e ke në shkollë, në punë, në udhëtime, në dashuri, por çdo gjë amplifikohet dhe vjen drejt një mësimi të ri, kapitulli të ri apo një misioni të ri jetësor. Dashi, Luani dhe Shigjetari. Po. Okej. Këta do t'jetë në dominim të verës, po thua. Këta janë dominimi verës, po. Pak gaforja, se gjova që kondi. Është gaforja, po është në sektor financiar tani, sikur ato pushimet verore i shijoj deri në qershor, pra nga marsi deri në qershor gaforja ishte duke lulëzuar avash, ndërsa tani do çelin burimet financiare për gaforën. E po shëshyra, mana. Armela, ti çfarë shenjë je? Binjak. Binjak. Ja, shiko filloj ty për çfarë. Kam qef të Fuar reagimet. e tiri ta kuptoj, domethënë. Është histori e përsëritur kjo. Herë binjak, binjak. Po pse reagojnë kështu? Çfarë keni ju si karakteristikë? Nuk e di. Që ju ka frikë. Frikë, do thoja jo, thjesht jemi shumë paparashikueshëm edhe nuk menaxhojemi dot. Edhe mbase tendenca njerëzore është të ketë gjërat në kontroll dhe ne jemi pak si. Është e vërtetë Zgen? E vërtet është se binjakët nuk kanë tru, kanë makineri. Kanë motor në tru. Pa ata që ju thonë që janë bipolar, që janë njerëz me të fytyra e kështu gjërash. Janë persona që kanë lindur për të përshtatur, mund të përshtaten me çdo gjë. Kjo është aftësi. Pastaj disa të tjerë mund ta shohin si dy fytyrësi, sepse shumë binjak mund të zgjedhin ta përdorin këtë aftësi edhe për disi për të manipuluar. Por varet, nëse e binjak i mirë e përdor aty ku duhet, e përdor në punë, në karrierë, në përshtatesh me gjëra me fushat jetës. Patjetër, pastaj versioni më i keq janë tradhtarët dhe personat që besoj që çdo shenjë kanë një version tradhtar, kur është në nivele të ulta të energjisë, por binjakët quhen që e kanë dhe pak si hobi, e kanë pak si argëtim këtë gjë, që luan me mendjen e njerëzve, po. Po ne që kemi 6 planetet ndem, Po, i pash hartën dhe kishte 6 planetë në dem, tani aty pastaj ka shumë ndryshim. Po flisnim për binjakët, kurse 6 planetë në dem është një punë vërtet e rëndë për të marrë përsipër. Ndërkohë Pavli duket shumë interesuar për temë. Jo, sa tha 6 planetë në dem, në kapi shumë më ndikoj. Pyetje Pavli. A mendon ti Pavli se ka ndonjë shenjë për shkakun që ka metabolizëm më të shpejtë dhe jo apo ku diun? Mendoj virusat e kanë të ngadalt metabolizmin. Na jep disa kështu ushqime që përshtaten për çdo shenjë, ose cilat dieti duhet çdo shenjë. Paktën të vetes tënde se shenjën tënde ti e din dhe ja njeh vetes. Se unë jam Bricjap, jam Pavli. Na the shenjën para emrit, kjo është prezantimi që unë do doja të bënte çdo njeri me mua. Jam Bricjap, jam Pavli, jam 21 vjeç. Dhe
Është kështu emri mesëm mbi emri. Nuk beson fare të horoskopi? Jo, shiko, atëre nuk kam shumë informacion, teni sinqert, nuk është se zbesoj, unë faktikisht studioj shumë astrologjin, që ose mund të thuash, por jo në terma horoskopi, por në tema fizik. Astronomi dhe lafi. Me thënë, kam si pasion timin të dytë, me thënë, kam nga zakonisht shumë informacion, planete, shumë gjëra. Edhe mendoj që janë të lidhura. Por pastaj me interpretimet të ndryshme nuk janë futur shumë thellë, kështu që të them kot nuk besoj. Dhe kam përshtypjen që ty të përndjeksa, do të mos besosh apo të jesh skeptik apo të jesh jashtë temës horoskopit të përndjek, sepse njerëzit sa do të shohin, ka shumë njerëz që thonë, "Ç'është shenja je?" Të shenja je, po. Po unë si bricjap kam marrë vesh që jam njeri i punës, njeri punëtor, ku diu, njeri i vendosur, ambicioz, leku, puna. Të pëlqen statusi, privilegjet, Po, jeni pëlqen, dhe pas familjes. Ato të drejtë. I gjikon të pavli njerëzit për shembull që pyetja parë që të bëjnë është ç'është një horoskopi? Po valla i gjikoj me thënë drejtën se Ose goca. po a mund të gocat e kanë këtë. Ç'a do marrësh vesh të më kupton ja e morë vesh horoskopin, po pastaj. Ç'a do marrësh Ka pasur që janë stepë, për shumë me që e bricjap, që dhe bricjap, nuk shko mua me bricjap. Ka njerëz. Po mirë si ka mundësi që na del njësoj ne. Me këdo që njohim që është ajo shenjë, përfundimi na del njësoj me gjithë. Okej, gjona tjerë më morë vesh para se horoskopit të bërë. Se ka dhe nga ata për shembull që pyesin çfarë ke linda, atë janë akoma dhe mund. Po, e di unë dhe orën që kam lind, jam i përgatitur. Atë dhe unë përtoj ta bëj, me thënë drejtën. Ditën, orën, ku nga i ke pas këmbët nga lindja, po nga zogozia, po nga Po alibemi. ti thuaj ku ke pas brirët, se edhe bricjap. Po që Kryet akoma brenda thoj. brenda. Nga falë se jemi live. Vetëm ne am teologjia mos na e bëjmë më të lutën, se vetëm ne trembemi, të ftuarit si zëri. Ju që ja keni marrë dorën dhe prapë sponsor. Jo, do më dhe kërkuam ne si gjë dhe ne po trembëm se ju. Po asnjëherë mos lutni se Kalon shikoj. trauma të kushe për pas king, Po, ja bërë të dikuj Edhe tjetër. na është bërë që në hapi që në orën 7, po prapë vazhdojmë të trembim. Ne të rejsim kështu, ata ishë. Nuk e di çfarë ndodh. Le të themi do sa ndikon deri diku edhe horoskopi në tuaj. Jam e bindur që përveç Zgjeni që e ka dhe profesionin e tij edhe shë më shumë për Pavlin dhe për Armelën. Sa kurioz keni qenë ndonjëherë të dini për shemb për informacione rreth hartës tuaj astrologjike, se do jetë fati juaj, gjëra të tilla. E njëson? Po jem? Mua më ndikon se për shembull binjakët shuan për komunikim, edhe një ndër fushat që binjakët shkëlqejnë dhe janë më të prirur është media, komunikimi, gazetaria, biznesi, juridiku. Unë kam kryer studime për marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu, ushtrej detyrat dhe profesionin e gazetarisë dhe patjetër që më kanë ndikuar, duke nisur që nga profesioni. Pastaj dhe gjithë përshtatshmëria dhe analiza karakterit. Mendje shpejt, aktive, kurioze, pak e paparashikueshme, fleksibël, përshtatshme në shumë terrene sociale, mua më ndikon. Po. Pavli? Binjakët është Gemini, ja? Gjernaj. Ja, kot. Po Livia. Faktikisht, am ndikon mu. Tash unë kam një parim, them drejtën, se kur lexon horoskopin do shohësh edhe gjëra negative ndonjëherë, edhe fillosh do ndikohesh. Kështu që do ishte mirë sikur të kishe një kështu si aplikacion që sa që ke lajme pozitive të vinin dhe të shifë që ky muaj do jetë i mirë për mua. Se po marra vesh që ky muaj do jetë i keq për mua, do filloj ta marr me negativitet, pastaj do ta marr me kështu. Po që zakonisht sa që më ka thënë gjyshi horoskopin, mirë ka qenë me thënë drejtë. Ku në një punë do e kem pas para, në një lek do e kem pas para. Do të ti nuk je nga personat që kur hyn në mëngjes edhe del lajmi i horoskopit para e lexon? Është. Jo, unë kur hyn mëngjes hap Instagramin, shoh sa view-sa kam marr, sa njerëz më kanë shkruajt, janë anku për më dobësu. Jo, horoskopin nuk e shoh, them drejtën, nuk e shoh. Kam kuriozitet, kur isha i vogël e shihja në televizor, ka qenë ai parashikimi, kështu që rrotulloheshin ato. Duke pak e çuditshme Zgjet të shohësh njerëz kaq skeptik se Jo, mos jam skeptik. Sot janë të gjithë. Janë. Janë të gjithë që Është në paqe, është në paqe me të dyja idet, me sa po vëre. Është e pritshme që një shenjë toke si bricjapit ketë prirje më shumë janë të fokusuar tek trupi, tek materia, tek gjërat pak më materiale, siç është edhe ana e paras, po siç është edhe materia si trup. Dhe unë njoh shumë bricjap që janë të fokusuar tek shëndeti, tek fiziku, tek gjërat që janë më shkencore dhe më të prera në fakte. Kurse astrologjia do mbetet shkencë por okulte.
që do të thotë nëse nuk e përfshin pak atë indin mendor, nuk do gjesh gjë. Pastaj, ajo është një ADN, harta astrologjike, flet për shumë aspekte. Për shembull, djali nuk është thjesht britsjapa, po ti nuk e thjesht gafore. Ti mund t'jesh gafore në shtëpinë tënde të 6 të shëndetit që prek pikërisht fushën e nutricionizmit. Në shtëpinë e 6 shëndetit. Po. Personi mund ta ketë të aktivizuar. Janë ai gjëra që deni ti di mo pa Po, quhet shtëpia e fusha e 6, po nuk është pronë, nuk është pronë me tapi. Kupton? Quhet shtëpia astrologjike. Janë 6, po, ka dhe shtëpi të 5 ti bie? Ja, po, janë 12 houses. Jo, nuk e kam gjuhë në herë, prandaj. Po bënim një batut me një shoqe, dua ta përshëndes se po flisnim në për kafe, shtëpia shisa zgjeruar e ke shtëpinë e tretë në astrologjia. Jo thoshte shisa zgjeruar kam unë shtëpinë e 7. Po na gjë njerëzit to pas kanë nga 12 prona. Me shtëpia të zgjeruara, të zhvilluara. 12 prona e kemi të sigurta. Po, në artën astrologjike po. Është pak po e sigurt që horoskopi është bisedë çdo tavolinë. Ne gocat e kemi pak të pjesën e përputhjes me çunat e shohim edhe shenja horoskopi. Ta është përputhet me ne, ç'a shenja është, sa përqind përputhje kemi te kjo pjesa. Edhe ka dhe sajte që e gjen online. Edhe shumë goca thonë që shenja binjak, që nuk përputhet dhe një dhe vajza që e lënë vlojën në mes, për shkak vetëm se nuk përputhen. Të ndodh ty? Ka ndodhur ke dëgjuar? E fiksuar në ato nivele nuk jam, se nuk e kam atë komplet aftësinë astrologjike për ta studiuar, thjesht di ca pika të përgjithshme, por astrologjia ndikon shumë, sepse dhe dita e lindjes tonë, domethënë nuk është rastësi. Domethënë unë jam 28 maj 2003, kam lexuar që jam binjak klasik, skeni më informoi kam 6 planete ndem dhe e shoh, domethënë e përkthej dhe pak më shumë veten tani që e kuptoj se jam pak më ndryshe nga një binjak i përgjithshëm. Pastaj ca informacioni kam lexuar me këto kalendarin kinez, që janë këto shenjat kineze që unë isha Goat, tani nuk e di, nuk e di që do të thotë kjo në horoskop, Goat, qarë... The greatest of all time. Qarë karakteristike është në ketë, po... Të gjithë binjakët janë dhia, po varet në bazë të datave. Nuk ka lidhje, kinezi është me vite. Për shembull, gjithë 2000 është dragoj, gjithë 99-a është tigri, për shembull. Po, unë jam dragua, e di. Ti jam 24 ishte viti jonë. Po, ka qenë. Ke një shenjë horoskopi që nuk të ecën muhabeti fare, lë më përçit pastaj. Jo. Okej. E çuditshme se zakonisht ka njerëz. Po, a do refuzoj? Kjo është standard në disa pjesë. Një ascendenti dash shkon me zjarrin, po themi. Binjaku, ajër, shkon me ajrin. 6 planetë ndem, na pushtojnë në ujit këtej, kështu që... Shkon me gjithë. është, po, i ka të gjitha ngjyrat. Po mirë, po Armela nuk na ktheu përgjigje. Do dilje me një mashkull që mbase nuk përputhen ai shumë yjet planetet ku diun dash apo ndem? Është krizë, paktën përputhet robi. Pa ne po them. Pa ne po them. Ja kur ta tha dhe astrologu vet, Nuk kemi kohë me pashenjat, I'm sorry. Futi tarot mrapa, pasi ta njohësh. Me kë nuk shumë binjakës. Si e krem biznesa i direkt. Po binjakët, Me kë do të ishte kështu zing. zing. Binjakët shkojnë shumë me luanët, janë kështu si jackpot energy. Okej. Por për martesë janë shumë me dashit. Okej. Me kë nuk shkojnë fare që Nuk është nuk shkojnë fare, me demin. Çiftet binjak dem nuk kanë asnjë lloj lidhje, sepse kemi shenjën slow and steady nga dalë dhe suksesshme dhe shenjën e shpejtësisë që është binjaku. Një shumë i ngadalë, tjetri shumë i shpejt, nuk procesohen mendimet njësoj dhe nuk janë e rasti që mund të balancojnë njëri tjetrin. ashtu, ëh. Rasti që mund të balancojë është dem akrep. Për shembull që akrepi është shpirtërisht i thellë, kurse demi është shpirtërisht për me këmbë tokë. Si t'ja bëjmë që unë me demin e kam gjetë balancën? E ke gjetë balancën me demin, e? Shpejtësinë edhe këtë... Mirë, ti në hartën tënde po, sepse ti arrin ti përbash të dyja, por jo se e ke partnerin Po. Fare, shenjë. kam përshtypjen ndikojnë ato 6 planetet në Ai dem. demi, 6 planetë në dem. Pavli, ti je në një raport? Po, Marrëdhënie? Po. Çfarë shenjë është partneri? Gemini. Binjak. Po, prandaj pyeta se nga anglisht e di. jo se ke kontrolluar shenjën Britsjap me horoskopi. binjak, hysgen, ja. Na ato të lajë. Britsjap me binjak. Ti janë. Është nga ato marrëdhëniet ku nëse binjaku është, domethënë gjenia femërore dhe britsjapi gjenia mashkullore shkojnë më shumë, po se sa t'ishte e kundërta, sepse një britsjap din ta luajë mirë rolin e partnerit me një binjak. Binjakët janë pak më lozonjare, janë pak më i pëlqen stimulimi mendor,
Dhe binjakët e bëjnë bricjapin të hapet dhe të flasi. Sepse bricjapët janë shumë të ngurtë. Dhe për këtë arsye, bricjapi ndihet më i lirshëm që ta shpreh veten. Nuk është se është kombinimi perfekt, sepse një shenjë ajri që i pëlqen të eksplorojë, të udhtojë, të lëvizi, bricjapi është shumë i vendosur, ka një kull të vetën që do të ndërtojë atë kullën e vet dhe të mos luajë nga vendi. Ka patjetër mos përputhje, por duke qenë se binjakët janë pak lupsa dhe djali merret me ushqim. E vërteton Ai këtë po gjë? mundohet ata Të gjej fil kontrolloj lupsërinë, le të themi, se me atë punë merr. Po binjakët vdesin për një rutinë të shëndetshme, për shopping, për ushqim të mirë. Ja, pra, fiks. Do të thënë është pjesë e lifestyle-it që i shijon. Po verën, Yzgen, kush e shijon më shumë? Kush është njeriu i aventurave që e nis verën sa del rrezja e parë e diellit dhe përfundon andej nga dimri? Shiko, kam vënë re që luanët që janë shenjë dielli dhe kur del dielli kush më shumë se ata, janë shumë shenjë verore. Vigëresha kam përshtypjen. Vigëresha, duke qenë se shenjë punëtore, nuk shuhet për shijimin e verës. Po luanët, shigjetarët, sepse i pëlqejnë aventurat dhe kanë mundësi të udhtojnë, peshorët, që e shfrytëzojnë verën dhe për biznes. Pra peshorët janë me të dy anët, kanë dhe qefin, po kanë dhe tregtin në mes. Gafore është shenjë vere, po me thënë të drejtën, duke qenë shenjë melankolike, unë nuk e shoh si on top of the summer Gafore. Nuk është. Pavarësisht se jemi shenjë që hapim, ne hapim solsticin veror. Po ne jemi drama e verës. Ne sjellim atë shijen e nostalgjisë në verë. Jemi toksik pa fund të kënaqemi. Sa bukur pëlqeu, kësaj edhe një. Ne jemi drama dhe në një mënyrë të pafund. Jemi drama dhe pëlqeu. Na mi ka dalë Nuk binjaku kam për verë pa tradhti, po gaforët. Peshit e dion. Binjakët spysin verë dimër. Bëjnë çka kanë për të bërë. Kurse peshit meshkuj shuan shumë për atë manipulimin e madh që din të bëjnë. Peshit meshu. Okej. Pavli, ti me presim pak dhe pak, Pavli, në konkretisht sezonin veror, ti si e kalon? Pra, je që shikos më udhtime, apo në pjesën më të madhe pra pjen në punë, ndjes, duke u munduar që ti mbash njerëzit në linjë, në fitet, pra të qenurit sa më fit. Atëre unë them të drejtën, vitet e fundit më ka hikur shefi i plazhit. Nuk e di pse, ka hikur sepse më duket aktivitet tepër debil, do thosha, që shkon dhe rri aty Nuk e dy. dini asë fjala e duhur, po me që të... Se di nëse bëm mirë që ftuam Pavlin të No sense. Është no sense për ty. Si e lodhur me plan? Sepse rri 3 orë, 4 orë aty në shezllon, kupton, shkon, futesh lahesh në herë, më duket si aktivitet për pleq, do thosha, që rri ulur, çohesh. Ta mendosh, po. Por ti si bricjap mund të bësh lek në ato 3-4 orë dhe ti je Po unë marr produktiv. kamerën me vete, mikrofonin me vete, marr gjithë setupin. Po normalisht, madje unë shkoj kur shkoj në pushime, rezervoj shtëpinë që të bëj video, mendoj ushqime që do marr me vete që do t'i tregoj, do t'i bëj, po çfarë do bësh tjetër? Do rish aty. Që ke shumë i mërzitshëm Pavli. Po pra, Robi nuk festonit e di si e shtyn binjakët me këto bricjapët, po Parteja çfarë thot konkretisht, apo ajo vazhdon rutinën e saj, nuk është se vërtet. Jo, ajo mban ushqime, tregon kështu, jep drejtim, do të më ndihmon. Jo, ka përshë ajo vetë të vjen pas fjes në një farë forme. Po gjithsesi kështu sens rehatie ju bricjapët keni apo Shumë pak. Vetëm kur fleni gjumë. Shumë pak. Edhe kur flej gjumë, flej me meditim, se për ndeshme të gjumë. Shko, të jesh në plazh, është rrallë parë krijohet një lidhje pak më e pastër me natyrën. Pra është për pastrim aure. E dyta ti mund të meditosh gjatë kohës që je... Me ata 200 kalamajt që ke aty në gjithë që u lurasin, është e pa mund. Si dhe vënd. është e pa mund. Si dhe ku shkon. Ku ke ma? S'ke faj, në të rast ke faj. Kur ka fëmija, aty pastaj është problem. Faktikisht, më mirë është besoj, mu ka filluar më pëlqen malit, them drejtën. Na kështu... Se mosha. Shat, pyllu plak, Jo se plazhi tha është për pleq, kurse mali është për rini. Ajo vapa është e bezdisshme. Ku ti ndoshta ne bricjapët na bëm mirë vapa. Jemi persona dimri ne. Jemi që nuk e duam, vujmë vapën ndoshta. Si zgjedhin shenjat i bëjnë pushimet? Kush preferon mal, kush preferon det? Unë mendoj që është i panegociueshëm që njerëzit prioritet kanë gjithmonë më shumë detin. Okej. Shumë të radhë janë persona... Okej, mund të kemi shenjat e tokës, për shembull Demi Vigëresha do pëlqente gjelbërimin, bricjapi do pëlqente malin, ndoshta ujori që është shenjë dimri do preferonte dhe vende pak më të acarta.
Por, sido qoftë, u mendoj që pjesa e detit është e panegociueshme përkundrejt horoskopit, sepse vetë detit të jep një lloj pastrimi energjie, të lahesh ose të marrësh atë erën e detit kur është pak deti pa prekur, se vështirë se gjejmë këtë kohë. Plus që unë mendoj që para se njerëzimi të krijonte dushet, mendoj që universi, Zoti ka krijuar detin si një lloj pastrimi energjetik, por edhe fizik nga ana tjetër, sepse po të vësh re dhe elementet që deti përmban janë pastrues. Kështu që ndoshta ne në teori në natyrë duhet të ishim larg gjithmonë në det për t'u pastruar. Interesante, prizëm tjetër. E fundit fare për horoskopin, cilat janë shenja që me shumë gjasa, flasit nga beqarët, cilat janë shenja që do t'jenë, ka me shumë gjasa të bëhen qift këtë verë, pra nuk do i zërë vera pa gjetur një partner. Po, hapen marrëdhëniet në qift për ujorët. Ujorët do kenë maksimumin e të pasurit zgjedhje, opsione ose një partneritet të ri, përpos atyre që mund t'jenë në ndarje sipër dhe do i zëvendësohet kjo ndarje me dikë më të mirë. Kemi gjithashtu shigjetarët dhe dashët do kenë mundësin për të pasur dejte, por do jenë njohje spontane nga më e papritura që mund t'i vi. Pra, për dashin aktivizohet shumë kjo pjesa e romancës, për ujorin është më shumë në nivel bashkëtese ose në nivel të pasurit një martesë dhe një marrëdhënie më të konsoliduar. Gjithashtu kemi dhe demët që mund të hynë në periudhë fejesash, por bëhet fjalë për demë të cilët kanë pasur marrëdhënie shumë vjeçare dhe duan ta sjellin tani në një nivel më të madh. Si tha fillimisht nuk do flasta për horoskopin, do bie shkurt. Po, ka në gjaka e nga vena dhe keni, nuk pushon do. I keni bërë pushimet, Armela, deri më tani? Akoma. Çfarë planifikon të bësh? Ku do të Jam shkosh? binjak, varet, si zgjohemi mjes, marrë vendimin mjes dhe nisemi. Po, fakt që vërtet përgjithësi janë. Që kemi për të thuar bashkë. Pavli ndonjë mal, ndonjë gjë kështu? Jo, unë akoma kam për ngusht, po besoj këtë vit nuk do shkojmë plazh kështu në afatgjat, besoj do iki në një fshat, shumë mundësi. Më intrigojnë ato fshatrat në Toskani. Mendoj ndoshta më interesante, në qetësi fresk, në eksplorim interesant. Pra jashtë Shqipërisë. Po që në det kam shkuar, po. Do hash atje, ama. Atje, shkosh atje, mos provosh parmigianot e këto tjera. Normal. Po, ashtu thot për ne, ti kaloj Me ka... ginger me vete. Keni plane, na tregoni një çik. Neve? Ne? Po deri 12 me të shtëpisë. Ua, ne arruam që kemi pushime vetje. Po, në mezi po presim, e thamë dhe në fillim të emisionit, sot çantën kram, mbyllim dhe sezonin dhe... Kiri me Kristin e bën ca pushime apo na gënjeu Instagrami? Neve? pushime, po. Gjë, ne kemi lëvizur gjatë fundjavave, po se janë pushime ato 2 Po, ditë. escape. Quan ato... Ne bëjmë pushime 2 ditë, po postojmë gjithë javën, duket sikur po Pun influencer efekti i rrjeteve sociale. Jeni shumë tjerë. Armela, Zgen dhe Pali, faleminderit shumë që erdhët, që ndam një bisedë interesante bashkë, edhe në shenjë falenderimi që keni qenë disa nga të ftuarit më të shpesh të sezonit. Faleminderit shumë, ka qenë kënaqësi. Ju kemi pasur herë pas here për të dhënë opinionet tuaja, për të dhënë Faleminderit shumë. Ka qenë derë. Pushime të mbara, kush nuk i ka bërë. Porosi nga ne, Pavli, lexona një çik për horoskopin më but. Jo, ai ca informacione i kishte. Jo, kam unë, ai sa më hyn punë që të funksionojë jetë. jetë. Përgatitur. Edhe Pavli, përgjigje Pavli dish tani. Edhe ju mos hani byrek mëngjes për mëngjes sa A nuk të premtojmë. Sa diktatori do të marrin për regjimin që duhet mbajnë për të dobësuar, se kush e di sa do shtojmë gushtin. Po, pastaj flas. Po, do flasim. Faleminderit shumë, kënaqësi të Gjithashtu. Okej. Ikim reklama, vim pas pak me një super të ftuar.